fryti i së vërtetës. Fjalët e Elohimit në zemrën e dikujt. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 21. Fryti i së vërtetës. Zemra, hiqni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjini tokë të mirë, mbyllni farat e së vërtetës dhe jepni fryt duke kultivuar të vërtetën. Rikthimi i tokës. Gjeni të pavërtetën që Bibla thotë të hidhni ose të mos bëni, hiqeni nga zemra dhe bëjeni tokë pjellore. Mbjellja e farave të së vërtetës. Gjeni të vërtetën që Bibla thotë të ruani dhe mbyllni farën e së vërtetës në arën e zemrës të bërë me tokë pjellore, kultivoni atë dhe jepni frytin e së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Projekti. 1. Projekti, hidheni. 2. Projekti, mos e bëj. 3. Projekti, mbaje. 4. Projekti, bëje. IV, projekti, bëje. Nxirreni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjeni tokë të mirë. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 1 Thesalonikasve 5:18. Për çdo gjë falenderoni sepse i tillë është vullneti i Perëndisë në Krishtin Jezus për ju. Një Thesalonikasve 5:21. Provoni të gjitha, mbani të mirën. Një Thesalonikasve 5:25. Vëllezër, lutuni për ne. Dy Thesalonikasve 3:1. Më në fund, o vëllezër, lutuni për ne, që fjala e Zotit të përhapet me të shpejtë dhe të lëvdohet, por si ndër ju. Dy Thesalonikasve 3:2. Dhe derisa të shpëtojmë nga njerëzit e çoroditur dhe të këqij, sepse jo të gjithë kanë besim. 2 Thesalonikasve 3:6. Dhe ju porositim, o vëllezër, në emër të Zotit ton Jezu Krisht, që të largoheni nga çdo vëlla që ecën i çrregullt dhe jo sipas porosisë që keni marrë prej nesh. 2 Thesalonikasve 3:12. Këta i porosisim dhe i bëjmë thirrje në Zotin ton Jezu Krisht, që të hanë bukën e tyre duke punuar shtruar. 2 Thesalonikasve 3:14. Dhe në qoftë se dikush nuk i bindet fjalës sonë në këtë letër, shënojeni atë dhe mos u shoqëroni me të, që ai të turpërohet. 2 Thesalonikasve 3:15. Por mos e mbani atë si një armik, po këshillojeni si vëlla. 1 Timoteut 1:18. Po ta besoj këtë detyrë, o Timote birë, sipas profecive që u bën më parë për ty, që sipas tyre të bësh luftimin e mirë,